Mbase do të ishte edhe vetë kritik për një vizion jo shumë të formësuar, të konsoliduar të vetëvendosis, të leadershipit, për t'i dhënë shansë, si do të shohë vendit që të ketë institucion. Jo, unë realisht kur analizoj situatat e tilla se mendoj hiç partinë. Mendoj e marr kaçketën e Zanatlis edhe analizoj ftohtë. Mbi këtë kapel, zoti Kraku, një pyetje. Nuk mundi apo nuk deshi Albin Kurti të bëjë qeveri? Se këto janë dy zgjidhje. Blokada, shikoni, se nëse ka qenë blokadë e të tjerëve, i bie që Kurti nuk ka mundur të bëjë qeveri. Blokada ka gjatë. Koha më e gjatë e blokadës e ka përfshi blokadën e kuvendit, jo qeveri, domethënë qeveria ishte shumë shkurt. Kuvendi është bloku. Edhe kemi diskutuar shumë atë temë, e kemi analizuar gjitha format, varësisht nga cili ballkon shikon ti, nga cila dritare, edhe pamja është e ndryshme. Secili nuk kemi shkenca eksakte. Krejt mund të me pas të drejtë edhe gabim, se jemi në shkenca humane, sociale që rrëshqasin e kanë interpretime të tjera, të mundshme. Po, shikoni, ato që thash më herët, kur në 1/67 përcakton, unë mendoj që ajnen duhet me i pasë disa sqarime, disa pikë shtetë që më u qartësu, jo veç aj, po dhe disa nene tjera, sigur që mendoj që rregulloria e kuvendit duhet me qenë me disa specifika pak më ndryshe, po to t'i bojmë ma vonë, na duhet edhe konsensus edhe lexime e kuptimi situatave tashme. Ajo që ka ndodhur, në fakt në 1/67 thot qartësisht ato që tha më herët, që mbahen zgjedhjet, edhe unë mendoj që ky është një standard kogja i lartë i respektimit vullnetit që shprehet me votë. A do të japni vendet institucione Kraki? Zgjedhjet po marrin. Që veç pak, themi se ajo është origjina, po vëlej origjina e bllokimit, se nuk u bllokoi qeveria. Se po flasim për next step. Po tash dalim aty. Zgjedhjet po marrin pa një platformë të qartë elektorale. Po ndoshta kemi po usqaru Kraku në pritjen kush do t'i bëj më institucion. Imagjino. Prandaj unë fola më herët për me ndru qasja, me ndru qasja partive përballë, cilat nuk munden me pretendu që kanë vetëvendosje mbas asaj që na the zoti Kraku, se pastaj drenori nuk ka folur fare. Ridi. Mbas asaj që po na thua, vetëvendosje nuk do të ndryshoj. Sepse ju ndjeni që nëse i keni 48 deputet, marrin një situatë hipotetike. Po prap në 1/67 që përsëritet sërish situata, ta bëjmë një copy-paste të rezultatit të mënshkurtit, i bie që vetëvendosja sërish nuk do t'i ofrojë kryeparlamentarin, as kryeministrin, as presidentin, as kujt prej. Vetëvendosje nuk e di si do jetë situata, po vetëvendosje propozimi për kryeparlamentar duhet vi prej grupit më të madh. Thotë nëse dikush vjen na bashkangjitet, atëherë ne mund ta propozojmë dikën nga. Jo personalisht Krakus, mbi historikun e këtij realiteti pikëllues politik. Si do ta kishte zgjedhur situatën? Me këta numra siç po thot Ahmeti. Jo, unë shikoni. Si ta kishte sepse për kompromis dhe konsenzus nuk ka kritere. Shikoni. Jo ke kaç përqind, jo s'ke. Përgjithësia për shembull te qeveria, ne për shembull kemi propozuar LDK zyrtarisht, hajdeni po i bëjmë edhe qeverinë e kuvendit këtë barë, po i... Natyrisht, po. Hajde një diskutojmë gjitha, ata serten. Tash, normalisht, unë në sistemin kushtetues të Kosovës e kam analizuar, sidomos prej që jam kthy këtu në detaje, sistemi kushtetues i Kosovës nuk e lejon, po mund të jetë i dëmshëm, bashkimin e dy momenteve të parlamentit edhe qeverisë. Është i marrur në qatë formë që nuk mundet me u përzime njëherë. Për ndryshe, që ja imponon ati që del prej zgjedhjeve me njëherë me ndërtu shumicë. E kjo lidhet veç ta rikujtoj. Kjo tani e qet pak në vështirësi vendimin e gjykatës kushtetuese 2020-s, i cili e ka para pa edhe opsionin 2 për formimin e qeverisë. Tash domethënë ti